Përshëndetje të gjithëve, sipas traditës, ne kemi rifilluar daljet në publik mbas mbledhjeve të qeverive. Sot në fakt kemi bërë 2 mbledhje të njëpasnjëshme, mbledhjen e Komitetit të Planifikimit Strategjik dhe mbledhjen e qeverisë, ku kemi diskutuar disa çështje me rëndësi. Për sa i përket fushës së përgjegjësisë së Ministrisë së Ekonomisë dhe Inovacionit, ne miratuam në Komitetin e Planifikimit Strategjik hartimin e 2 dokumentave strategjik të rëndësishëm, dokumenti i politikave industriale dhe strategjia kombëtare për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme. Janë të 2 element dokumenta të cilët do hartohen gjatë 6 mujorit të parë të këtij viti, të cilët lidhen me kapitullin 20, me procesin e integrimit evropian, me konkurrueshmërinë dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ndërmarrjeve shqiptare, qoftë në aspektin e ndërmarrjeve, qoftë në aspektin e politikave sektoriale për nxitjen e industrisë. Të 2 dokumentat parashikojnë një fokus në agendën digjitale dhe të gjelbër, një fokus në automatizimin, në digitalizimin e procedurave, pra në inovacionin në sektorin privat, i cili do të vijë mbështetur qoftë në nivel burokratik, duke lehtësuar procedurat, dhe qoftë në nivel financiar, duke ndërtuar instrumentat të cilët do të ndihmojnë sektorin privat për të arritur standardet dhe nivelet e Bashkimit Evropian. Nga ana tjetër, në mbledhjen e qeverisë ne diskutuam dhe miratuam projekt ligjin për shërbimet, për lirinë e vendosjes dhe ofrimit të shërbimeve në Republikën e Shqipërisë. Është një projekt ligj i rëndësishëm, i cili gjithashtu lidhet me procesin dhe detyrimet që ne kemi ndaj antarësimit në Bashkimin Evropian dhe konkretisht piketave përmbyllëse të klasterit 2 kapitullit 3 që lidhet me lirinë e shërbimit. Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit në fakt është përgjegjëse për 16 kapituj të procesit të integrimit evropian dhe drejton 7 prej kapitujve të procesit. Ne jemi të angazhuar që vetëm gjatë vitit të 2026 të miratojmë rreth 20 ligje që lidhen me procesin e integrimit dhe janë të përqendruara në klasterin 2 që lidhet me tregun e brendshëm. Ligji që sapo miratuam është mjaft i rëndësishëm pasi prek një prej 4 lirive të operimit të Bashkimit Evropian, pra lirinë e tregtimit të lirë të mallrave, shërbimeve, kapitalit dhe personave. Pikërisht me të dytën, me shërbimet, lidhet ligji që neve sapo miratuam. Ai ligj garanton që në Shqipëri do të ketë të njëjtat rregulla që zbatohen në Bashkimin Evropian, i çel rrugën kompanive të Bashkimit Evropian që të vinë, ato që operojnë në fushën e shërbimeve, që të vinë më lehtësisht në Shqipëri, garanton që nuk ka diskriminim ndërmjet ndërmarrjeve shqiptare dhe atyre të huaja, dhe gjithashtu që është më e rëndësishmja me integrimin, me hyrjen në Bashkimin Evropian dhe të gjithë kompanitë shqiptare apo profesionet shqiptare të cilat lidhen me ofrimin e shërbimeve do të hyjnë në BE lirisht pa pasur nevojë për licenca dhe autorizime. Këto janë ato që rregullon ky projekt ligj, që mendoj që është një nga piketat kryesore të kapitullit 3, i cili planifikohet të përmbyllet brenda vitit 2026. Nga ana tjetër, gjatë mbledhjeve të zhvilluara sot në kryesën e Këshillit të Ministrave, ne diskutuam për situatën ekonomike në vend dhe specifikisht për çmimet e karburanteve. Ne, siç jeni bërë me dije publikisht, kemi bërë një takim, kemi zhvilluar një takim me tregtarët kryesorë të karburanteve dhe me shoqatën e hidrokarbureve për të diskutuar për çmimet, për të ngritur alertin për rritjen e shpejtë të çmimeve gjatë javës së fundit, sigurisht të ndikuar nga kriza dhe nga lufta që po ndodh në lindjen e mesme. Gjithashtu kemi diskutuar për detyrimin që ata kanë për mbajtjen e rezervës me qëllim që në asnjë rast në të mos kalojmë në një situatë emergjente. Sa i takon çmimeve, ne jemi duke monitoruar në mënyrë ditore qoftë çmimet e bursës për lëngjet, pra naftën, benzinën dhe gazin që hynë në vend, qoftë çmimin me të cilin karburanti del nga dogana, por gjithashtu me çmimin e
tabelave që shkon për tregtim. Siç e dini, ne kemi pasur një eksperiencë në gjatë krizës së vitit 22 dhe 23, kur çmimet e karburanteve u rritën në mënyrë të eksponenciale. Kemi pasur një eksperiencë të krijimit të një bordi transparence i cili monitoronte dhe vendoste për çmimet e shitjes me shumicë dhe me pakicë. Nuk gjykojmë që ende situata nuk është në nivelin e ngritjes së bordit të transparencës, megjithatë jemi duke monitoruar në mënyrë ditore dhe nëse do të kemi një rritje të mëtejshme të çmimeve, do të duhet që të hymë në atë regjim. Nuk e di nëse ka pyetje. Zoja Ministre, Isa Myzyra nga Report Televizion, konkretisht si do funksionoj mekanizmi i monitorimit ditor të çmimeve të karburanteve dhe çfarë ndodha, ka masa për nëse çmimet vazhdojnë dhe rriten dhe a kanë rezerva këto kompanitë e karburanteve, pra kanë rezerva karburanti dhe në këto qaste? Faleminderit. Konkretisht, ne do të marrim nga administrata doganore, do të marrim çmimet e bursës për 3 lëngjet që unë sapo përshkrova, çmimet e bursës të cilët i referohet dogana dhe i atyre lëndëve që hynë në vend, merret nga platforma Plac, në të cilën doganat kanë akses. Ne do të marrim çmimet e Placit dhe gjithashtu do të shohim se me çfarë çmimi çdoganojnë çdo ditë kompanitë e shumicës, për të kuptuar pastaj nga ana tjetër do të mbledhim çmimet e tregut, pra çmimet e tregtimit me pakicë, për të kuptuar se sa janë marzhet dhe a janë marzhet që pasqyrojnë realitetin e çmimeve të bursës apo marzhet janë të tepruara dhe pasqyrojnë një tendencë abuzuese të tregtarëve. Ky është qëllimi jon, sigurisht që ne nuk mund të ndërhyjmë në çmimet e bursës sepse janë ndërkombëtare dhe tregtohen në bursë, por ajo që mund të bëjmë është të kuptojmë nëse ka abuzime me çmimet apo spekulime me çmimet. Kjo është ajo që ne do të ndjekim me bazë ditore. Tani, ju tha që monitorone se si është situata. Shqipëria ka çmimin më të lartë të naftës në rajon. Ndërkohë që prej konfliktit lindjen e mesme, Serbia ka paralajmëruar ulje të aksizës karburanteve, Kosova ka caktuar fitime maksimale të lejuara për shitjen me shumicë dhe pakicë produkteve të naftës. Pse për ju nuk është e domosdoshme që në këto momente të merrni masa konkrete dhe ju të vazhdoni vetëm me monitorimin? Në ratë të parë, neve në fakt kemi pasur disa komunikime të lidhura me si përbëhet çmimi i naftës dhe pse në Shqipëri kemi një çmim që është më i lartë se sa në vendet e tjera. Dhe faleminderit për pyetjen, do doja që konkretisht të ndaloja në përbërjen e çmimit të naftës, ajo çka e ndikon çmimin, është një diferencë e madhe që ne kemi ndërmjet çmimit të naftës në vende në rajon, është taksa e qarkullimit, e cila ndryshe nga vendet e tjera të rajonit paguhet në naftë dhe jo në makina. Pra vendet e rajonit taksën e qarkullimit e paguajnë në makina. Ne kemi gjykuar që taksa e qarkullimit e paguar në naftë, në fakt pasqyron më së miri realitetin, sepse pikërisht ato makina që qarkullojnë më shumë, që konsumojnë më shumë naftë, do të paguajnë më shumë taksë, ndërkohë që makinat të cilat nuk qarkullojnë, nuk e paguajnë më pak. Pra, në një logjik të qartë është kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që taksën ta kemi në makina dhe jo në karburant dhe jo në makina. Nga ana tjetër, për sa i përket kufizimeve apo ndërhyrjeve në nivelin e taksave të tjera, aksiza apo taksa e karbonit, po aksiza është ajo që ka peshën më të madhe në çmim, duke qenë se është gati 40 lek, pra është 39 pik disa lek. Ne nuk jemi akoma në situatën, siç thash, që
të marrim masa të tilla. Në kohën para 2 viteve, kur ne menaxhuam krizën e karburanteve, në fakt fokusi ynë ishte tek çmimi i energjisë dhe u përqendruam tek mbajtja e pandryshuar e çmimit të energjisë dhe nuk u përqendruam tek karburantet. Megjithatë, monitorimi ynë është përfshin të gjithë analizat e mundshme dhe sigurisht do jemi shumë të kujdesshëm që nëse çmimi do të kalojë nivele shumë të larta, ne do të marrim masat e duhura. Për sa i përket kufizimit të përdorimit të karburanteve, një nga pikat që ne kemi diskutuar në mbledhjen e djeshme me furnitorët kryesor të shumicës, ka qenë pikërisht mbajtja e rezervës, a e kanë në dispozicion rezervën e detyrueshme ligjore kompanitë kryesore të cilat importojnë dhe na kanë jo vetëm nga fjalët, por edhe nga dokumentacioni i doganave, duket pra është e qartë që e kanë rezervën. Më fal të lutem, ta mbaroj se pyetja ishte komplekse. E kanë rezervën dhe gjithashtu garantojnë që furnitorët e tyre garantojnë zinxhirin e furnizimit. Në ndërkohë që çmimi, siç thash, është i përbërë nga çmimi i bursës, nga taksat dhe nga marzhet e fitimit të kompanive, marzhet e fitimit të cilat neve do të jemi shumë të kujdesshëm të monitorojmë me bazë ditore me qëllim që të kuptojmë nëse ka apo jo spekulime në treg. Kishit pyetje tjetër? Çmimi rezerva e karburanteve mbahet nëpër magazina doganore, furnizimet bëhen në bazë ditore dhe kjo është arsyeja pse çmimi ideal nga dogana është një çmim i cili ka placin ditor dhe taksat. Pra, kështu është mënyra e funksionimit. Duke parë se si situata do të vijojë, ne mund të marrim vendimet e duhura. Aktualisht, çmimi i karburanteve është rritur pa diskutim. Megjithatë, neve do të monitorojmë në vazhdimsi dhe do të marrim vendimet e duhura pa diskutim, siç e kemi marrë gjithmonë në rast të krizës. Shqipëria duhet t'ju kujtoj që në rastin e krizës së vitit 2022-2023 ka qenë vendi i cili pati inflacionin më të ulët, jo vetëm në rajon, po dhe në BE, nuk pati një rritje të çmimit të energjisë elektrike ndryshe nga të gjithë vendet e tjera që reflektuan çmimet, rritjen koston në çmimin për konsumatorët. Ne kemi treguar që krizat i përballojmë sepse i monitorojmë dhe marrim vendimet në kohën e dur dhe historia ka treguar këtë dhe jo fjalët. Djamila Leka nga televizioni Skam. Zoja Ministre, për të ndalur tek produktet e tjera, kemi një monitorim nga ana juaj për sa i përket çmimeve të karburantit dhe gjë që do sjellin nxitjen e transparencës, por në lidhje me mallra të tjerë, pasi rritja e çmimit të naftës dhe jo vetëm ka efekt zinxhir. A do të ketë një monitorim të mallrave të tjerë nisur edhe qoftë tek mallrat e shportës, sepse janë ato produkte të cilat prekin drejt për drejt qytetarin shqiptar. Faleminderit. Pa diskutim, në paralel me monitorimin ditor të çmimeve të karburanteve, ne jemi duke monitoruar dhe çmimet ditore të produkteve kryesore të shportës për të kuptuar tendencat rritëse dhe për të kuptuar nëse marzhet rriten tej mase, pra në mënyrë spekulative. Jemi të dedikuar që të bëjmë të monitorim dhe të komunikojmë me tregtarët me qëllim që të mos spekulojnë me rritjen e çmimit të karburanteve në një kohë që kanë rezerva dhe kanë magazina të cilat janë duke i përdorur, pra nuk ka asnjë arsye pse çmimet të rriten në të njëjtën kohë. Do të jenë në monitorim të vazhdueshëm. Dua t'ju kujtoj që sigurisht që ne operojmë në një regjim të ekonomisë së tregut. Çmimi përcaktohet nga kërkesa dhe nga oferta dhe nuk përcaktohet nga ne. Megjithatë, ne kemi për detyrë ta monitorojmë çmimin, kemi për detyrë ta shohim në bazë ditore dhe të garantojmë që nuk ka spekulime në treg dhe këtë po e bëjmë me seriozitetin maksimal.